الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Surja Mursalat është një sura mekkia, e zbritur në periudhën e Mekës. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka treguar edhe vendin dhe momentin kur ka zbritur surja Mursalat. Buhariu ka treguar se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në një shpellë në Mina. Minaja është një zonë brenda tokës së shenjtë, Haram, në Mekë, ku në fakt kryen dhe disa rite të haxhit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndodhi në këtë shpellë, në një shpellë në Mina, dhe i zbret surja Mursalat. Thot Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, e ka marrë surën Mursalat thot nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam, me të zbritur. Dhe thot në këtë moment thot, kur mësova surën Mursalat nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot doli një gjarpër në shpellë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha uqtuluha, tha vriteni. Thot ne shpejtuam ta vrisnim, thot, por edhe gjarpri doli me shpejtësi në shpellë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha wuqiya sharrakum wa wuqitum sharraha. Sa ajo shpëtoi për jush, Allah, do të thonë Zoti e shpëtoi atë për jush dhe ju shpëtuat prej saj. Ummul Fadl, nëna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë sure e ka lexuar në namazin e akşamit. Në akşam, profeti sallallahu alaihi wasallam ka lexuar surën Mursalat, që ka një faqe e gjys. Thot Ummul Fadl, nëna Abdullah ibn Abbasit, gruaja e Abbasit në fjalë, ka dëgjuar Abdullah ibn Abbas duke lexuar surën Mursalat. Dhe i ka thënë, më kujtove me leximin e kësaj surje, leximin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Innaha la akhiru suratin sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fi al-maghrib. Dhe kjo është surja e fundit që kam dëgjuar nga i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta lexonte në namazin e akşamit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Wa është një pjesës që në gjuhën arabe përdoret për betim. Pasha erat që fryjnë njëra pas tjetrës. Allahu lartësuar betohet për erat që fryjnë njëra pas tjetrës, duke pasuar njëra tjetrën. والمرسلات عرفا الرياح التي تهب متتابعة يقفو بعضها بعضا. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. Dhe erat që fryn me të madhet, me të ashpër, që fryn fort, furtunat, dhe furtunat që fryn fort dhe shkatrojnë. Ka era të fuqishme me një shpejtësi shumë të madhe fryrje që shkatrojnë ndërtesa, shemin diga, shkullin pemë, po, gjërat në ndryshme. Në gjotë me vëmendje, Allah shëmblet. Wal asifati asfa. Wal nashirati nashra. Dhe pasha dhe betohem për erat të cilat
shpërndajnë reshjet e shiut atje ku do Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose për që shpërndajnë rejt atje ku dëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose për melajket që marrin rejt dhe i shpërndajnë atje ku dëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Wan nashirati nashra. Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendosur erat. Ka era që fryjnë me të butë, që fryjnë lehtë, ka edhe era të stuhishme, të cilat bëjnë shkatrime. Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendosur erën dhe për lëvizjen e rejve. Allahu ka caktuar melajket për të lëvizur rejt dhe për të lëshuar reshjet e shiut. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih. Allahu thot në Kur'an, Allahu lartuar është ai që çon erat si përgëzuese përpara se të vinë shiu. Frynte një lloj ere në arabi dhe ata e kuptonin se do të kishte reshje shiu. Dhe kjo erë ishte erë përgëzuese për ta, se reshjet e shiut ata i prisnin me gëzim të madh. Për një kohë gjatë s'kishin rënë reshje shiu. Dhe kur bijnë reshje shiu, kishin një gëzim shumë të madh. Wan nashirati nashra. Fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra. Betohem dhe për melajket të cilët zbresin me shpalljen që ndan të vërtetën nga e pavërteta. Melajket kanë sjell shpalljen këtë dërguarit. Dhe shpallja ndan të vërtetën nga e pavërteta, të mirën nga e keqja. Ekziston e pavërteta, e vërteta dhe e pavërteta, e mira dhe e keqja. Morali i bukur dhe veset e ulta, rruga e Zotit, rruga e xhenetit dhe nga ana tjetër rruga e shejtanit, rruga e xhehenemit. Rrugët e shejtanit dhe xhehenemit janë të shumta, si do ta gjejë njeriu të vërtetën? Vetëm përmes shpalljes që ka zbritur Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar ka përbetuar pra dhe për melajket që sjellin shpalljen e cila ndan të vërtetën nga e pavërteta. Wal falmulqiyati dhikra. Betohet Allahu dhe në melajket të cilët marrin shpalljen nga Allahu dhe u azbresin të dërguarve të tij. Meleku Xhibril ka marrë Kur'anin nga Allahu i lartësuar dhe ja ka zbritur të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Uzran aw nuzra. Allahu i lartësuar të dërguarit melajket që kanë sjell shpalljen, zbritjen e shpalljes, të dërgimin e dërguarve ka bërë për si arsyetim dhe si paralemrim që njerëzit mos kenë arsye para Allahut të lartësuar ditën e gjykimit. Kështu Allahu i lartësuar arsyeton para krijesave. Nuk mundet që njeriu të ketë arsye ditën e gjykimit të thotë që unë nuk e kam mësuar të vërtetën. Unë nuk kam dëgjuar gjë se do ketë ditë gjykimi, se do ketë llogari. Nuk thot dot. Sa Allahu zbriti me lajket me shpalljen këtë dërguarit. Sa Allahu zbriti librat, i zbriti me lajket, dërgoi profetët, u bëri dhe pasues profetëve, dhe e vërteta u shkon njerëzve që ka Zot, ka xhenet, ka xhehenem, ka ditë gjykimi, ka llogari, do bëhet kiameti, i paralajmëron njerëzit. Kështu që njerëzit e paralajmëruar s'do kenë arsye para Allahut ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar pëlqen të arsyetoj. Allahu i lartësuar
pëlqen që njerëzit mos kenë arsye. Ata që do të vuajnë dënimin ditë e gjykimit, s'do kenë argument, me thonë që ju na bëhet pa drejtësi. Udhran au nudhra, innama tu'aduna lawaqi'. Me të vërtet, ajo që është premtuar është e vërtet, do të bëhet realitet. Dhe ajo është kiameti. Llogaria ditën e gjykimit. Shpërblimi, ose në xhenet, ose me dënim në zjarrin e xhehenemit. Këto gjëra janë të vërteta. Pra Allahu i lartësuar betimet në fillimin e kësaj sure i ka bërë për të theksuar dhe përforcuar faktin se ajo që u premtohet njerëzve, pra kiameti, llogaria, shpërblimi dhe dënimi, ditën e gjykimit i do bëhen realitet. Erat lëvizin me caktimin e Allahut. Janë lisi të dhëna nga Allahu i lartësuar në gjithësi. Nuk lëviz gjë rastisht kot. Kështu mendojnë kafirat, të paditurit. Por e vërtetë është se çdo gjë në gjithësi lëviz me urdhrin, me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe erat që bëjnë shkatrime lëvizin po me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe reshjet e shiut zbresin me caktimin e Allahut. Është lisi e vënë nga Allahu lartësuar, që kemi thënë disa herë. Qarkullon uji si qarkullon gjakun trupin e njeriut. Me reshjet e shiut furnizohen liqenet, lumejt, burimet ujore, puset, burimet, ujëra që janë nën toksore, se ka lumej dhe lumej nën toksor, si furnizohen të? Gjitha furnizohen me reshjet e shiut. Pastaj avullon ujë nga dedë dhe nga liçan, ngrihet lart, bie përsëri në formën e reshjeve të shiut ndok. Kush e ka bërë këtë gjë? Që e kupton çdo njeri ka gjë. Pa filozofi, pa u thelluar shumë. Ka gjë e kupton çdo njeri. Kush e ka bërë këtë? E ka bërë Zoti i gjithësisë të ligjësi. Dhe Allahu i lartësuar ka bërë që dhe reshjet e shiut bien me mas. Se për disa momente, po të bie reshjet e shiut më shumë, dalin ujërat nga shtrati edhe bëhen përmbytjet më dha, e bëhen shkatrimet më dha. Mirësitë që kemi nga Allahu janë të shumta. Ndaj, njeriu duhet kujtojnë fuqinë e Allahut, madhështinë e tij, diturinë e tij, urtësinë e tij. Fuqinë e tij, ai ka fuqi për të bërë gjithçka. Ai që ka bërë gjitha këto krijesa, do i bëjë realitet. Kiametin, ringjalljen e njerëzve, gjykimin, llogarin, ca njerëz do i çojnë në xhenet, të tjerë do i çojnë zjarrin e xhehenemit, ata që do i çojnë në xhenet do i çojnë me mirësinë e vet, se nuk ose e meritojnë me punë të tyre, por punët do bëhen shkak. Ata që do shkojnë në zjarrin e xhehenemit do shkojnë me drejtsinë e Allahut, se nuk u bën Allahu pa drejtësi. U ka thënë profetët, u ka përcjell argumentin, u ka treguar të vërtetën, por ata janë larguar nga e vërteta. Me lajket janë caktuar nga Allahu i lartësuar të merren me punë të ndryshme. Ka melek që merren me lëvizjen e reve, që merren me reshjet e shiut, melek që janë marrë me zbritjen e shpalljes, sikur se përmendet në ajetin e Kuranit që i lexuam. Allahu i lartësuar i ka caktuar këto krijesa që të merren me punë të ndryshme, por shumica e njerëzve nuk dinë. Kapin vetëm anën e dukshme të gjithësisë. Ndërsa pjesën e padukshme, që është bota e melajkeve, dhe merren me caktimin dhe urdhrin e Allahut, me rregullimin e punëve në gjithësi, këtë pjesë nuk e pranojnë kafirat, po e pranojnë ata që besojnë Allahun, besojnë botën e melajkeve, librat e Allahut, të dërguarit e tij, ditën e gjykimit dhe caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Elush Allahu na i bëjë të dobishme këtë që dëgjuam, walhamdulillah rabbil alamin.